Mirë Roma, është rikthyer në komitet kandidati i nismës për komunën e Drenosit, për kryetarët e Drenosit, Isa Xhemojlaj. Ai është në ballotazh që do të bëhen dillën me kandidatin e PDK-s Ramiz Ladrosin. Zoti Xhemojlaj, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A pa të prit që kemi kaluar në ballotazh, tash u kry gara apo më e para? U kry gara, jam qenë fort i sigurt që kam ardhur te ballotazhi. Megjithëse kam prit në rezultat pak më të mirë, po megjithatë është i mirë. Po se në fakt nisma aty ishte me vota, sikur herën e fundit, nuk ishte në rritje më të madhe se sa ka pas zgjedhjet e fundit komunale. Sa ka pas zgjedhje të kaluara, unë po e shoh që është një farë lloj kalkulimi që secili o interesant këtë vendin tonë. Kur kemi humbje nuk e merr kërkush përsipër, ndërsa kur fiton dikush e morrin tonë. Ju e keni pa që ka qenë kandidati që pikërisht ka qenë kandidat iniciativës për Drenosin në atë kohë, Xhavid Drenori, cili ka marrë dikun 12% të votave. Dhe ato vota kanë qenë pikërisht që në zgjedhjet e kaluara ka qenë Xhavid Drenori lokale, me qenë se po flasim pikërisht para 3 viteve, zoti Drenori ka qenë nga iniciativa që me vana shkute nisma. Këtu sigurisht do të kishin rritur. Unë kam pa që edhe Partia Demokratike e ka marrë se ka dalë për Partisë Demokratike, po nuk e përmendin se kur ka dalë për Partisë Demokratike. Këto vota do të ishin sigurisht edhe ky 12% do të ishte në anën e Drenori ka qenë fillimisht në nismë në zgjedhjet e po ka qenë në nismë, është më vonë ka marrë në nismë, po ka qenë iniciativa qytetare për Drenosin dhe Drenori ka shkuar si asamblesë nga iniciativa qytetare e Drenosit. Ndërsa këto vota që ata pretendojnë që janë tyne, megjithëse s'po duk tash me e bën atë farë luftën se janë fare e parëndësishme me fol për kohën e kaluar, po jemi shumë më mirë, do të posur parasysh se tash përveç Drenori si pavarur që e ka tërheq një pjesë të votave, kemi edhe akërën që nuk ka qenë fare, edhe ata që kanë qenë për mas me votu PDK-n e kanë votu edhe akërën, edhe ka qenë edhe Vebi Berisha që zgjedhjet e kaluara. Nëse po flasim tash para 3 viteve, nuk ka qenë në garë, ka qenë dikun tjetër. Janë këto vota që realisht e kanë pru me përqindje nëse flasëm aty ku ka qenë. Ramiz Ladrosi në një intervistë për Zën të Ekspresit, për dokumentar Dillën, tha që pas zgjedhjeve qytetarët pethrasin dhe thojnë që s'kena dalë këtë herë, edhe tash do të dalim se nuk e kemi ditë që është puna që ka qenë ngusht. Ju ka thirrë ndonjëkush gjatë kësaj kohe me ju thonë që për zotin unë nuk e kam luksin fort me më thirrë kërkush. Unë shkoj edhe flas me tonë qytetarët, nuk rri një vend edhe nuk pres që me më thirrë tjerë. Po aja që ka qenë gjatë fushatës, po flas para zgjedhjeve të 4 dhjetorit, ka qenë një bindje që PDK-ja nuk mund të thyet edhe kur falsh atë kjo e burr. Ata diqysh ja bojnë dhe ke kanë me fitu, po nuk ja bojnë diqysh se nuk jemi ma në 2001, në 2004, në 2007, ku mund është me vjedh vota ku dush sa dush, se është forcu shoqëzotit pak a shumë sistemi i drejtësisë, edhe ata njerë kanë thonë që ata kanë me fitu kështu e ashtu. Kjo realisht nuk ka ndodhur, ka pas në keq përdërim në 7 vogël votave dikun në periferi, po kryesisht është trujt vota. Njerëzit që nuk ka ndodhur kanë 2 arsye. Në bazë të analizës që anë kam bisedu me ta. Pora ka qenë që me konë indiferent ndaj këtyne, po ata me padash me votu PDK-n kur që i nalë s'ka pas më sakta tjerë. Se PDK-ja e ka edhe logistiken, e ka edhe këmbat, e ka edhe njerëzit, e ka edhe ton aparatin shtetëror që ati ja mundësën qëtë edhe invalid në karrocë se bjene me që me votu. Po ata nuk kanë dalë për shkak se e kanë humbë besimin të kjo, dhe ne nashta nuk kemi mujtë me i kontaktu gjithë për shkak të numrit vogël të aktivistëve dhe mjetëve bugjitore tepër të limitume, edhe me shku me i thonë na kemi me fitu. Ata e kanë humbë besimin atë parti, po na nuk kemi mujtë me i bindë ata, gjithsesi nuk e mund me i kontaktu, me i bindë ata që ndryshimi bëhet dhe edhe ti duhet me ka pjesë e ndryshimit. Unë mendoj në bazë të analizave dhe bisedave që kam zhvilluar me ta që kjo është ajo esenca pse një numër një madh nuk ka dalë kësaj radhe në vota. Dhe dihet që për zgjedhjet lokale nuk ka interesim tepër të madh për zgjedhjet lokale. Qytetarët e kanë humbur besimin tek institucioni dhe kështu e bën ato e lënë jo aktiv qytetarin gjatë votimeve. Cilat kanë reagimet në Drenast nesërmën e zgjedhjeve? A pate kontakt me qytetarë, a pat mlef qytetarëve, a s'pat mlef si ishte? Shumë interesant është se të nesërmen për dallim për herave tjera ku për shkak të zhurmë që u bëjke atë natë, u moshke plet qytetin Beturina, Petar dhe Bërlëg, pije
shisha nuk ka pasu, ko 8%, unë e kam dalë, unë ka në ora 9 mëngjes, edhe ka pas një numër qytetarëve që më kanë falenderu që e kam pru demokracinë në Drenas, se nuk ka ma një parti, se Drenosi nuk është ma një parti, se këtu ka fitu demokracia dhe se tash mujna me hes pak ma shlirë, me full pak ma shlirë, me nejtë kush donë me kanë donë pak ma shlirë, pa u frigu, se deri tashi me njëherë të nesër me nëzgjë dhe jo me thonë që ke votu në parti tjetër, ka gjake që ku me donë Drenas qatë ditë. Pa është instalu një varloj bindje ashtu që duhet vetëm një parti me e maj Drenosin. Fatkeqësisht, mu kem ka pengu gjatë tërë kohës, dhe normal që njerëzit që janë të konsume, janë, nështë ka në social, ka një farlaj frike me 100 lirë dhe me u shprejë të lirë. Kja është instalu për shkak se nuk është afru në Drenas kur konkurencë, për shkak se nuk është leon me u bo konkurencë. Nuk është leon që dikush me mendu ndryshe. Këtu janë një varlaj filet e një sistemit totalitor, që kështu edhe krijohen ato, me frikë, me ato, po shqyqyrë zotit që kësoj herë... Po Drenasi edhe Skanderaj nuk është që s'kanë përfitu prej PDK-s gjatë tyre viteve. Tash varësisht kanë në pytë. Sigurisht që Drenasi Skanderaj kanë qenë më të prapambetur në sa komuna tjera, mirë po me PDK një numër i madh i tyre është sponsorë në administratë publike, ka dhe humërbelin këtë llogari që autobusat për Drenasit vinë e parkohen këtej, pra nuk është që s'kanë përfitu Drenasi prej PDK-s. Ndërgjën me përfitu ka përfitu, po e ki në fshat një shtëpi që i ka pej 18 dhe në 80 vjetë që morin ton rroga, do me thonë 10 familjarë morin rroga, edhe naj nipe, naj teze, naj doj, po e ki për i herë edhe 10 familje tjera që s'kanë kërkan të konsum. Ata punojnë ndërtimtari ka 3-4 muaj sezon verës edhe që aty fillon edhe përfundan. Nësa është fjalla për fitime e personale, ndërsa në aspekt e fitimit të përgjithshëm, Drenosi është një ndër qytetet më të varfra në Kosovë. Këto tani, mas këtyne zgjedhjeve, po e vërtetojnë edhe vetë Partia Demokratike, keni pa në disa emisione, po thonë që na nuk e kemi ditë që Drenosi ka met aq mbrapa. Është dash me dalë, unë edhe disa tjerë që dulem si kandidat për kryetar komunit, ja u qelëm syt aty një ministra që vini së rëllatën janë 4 vjetë që nuk është Drenosi qyshe me nëni ju, ose qyshe keni ju në kuk. Paka shumë, Skanderaj ka pas disa beneficione, nuk thamë që ka te për shumë, po ka pas disa beneficione, ka thirr disa investitor, pastaj ka ndërtu një shkollë profesionale që kushtojnë dikon rreth 5 milion euro, që ajo ka kalu në për Drenas, po si ka shku menja kërkujna me nala shkollë profesionale. Na nuk kemi asnjë lloj shkolle profesionale përveç atyre shkollave që ndërtu dikon para 40 viteve. Dhe asë një investitor nuk e kemë për 16 vjetë, nuk është ata investitor nuk ju nërë, po nuk i kanë nërë, nuk i kanë pritë si që duhet dhe nuk i kanë trajtu si që duhet. Kështu që nuk ka lloj zhvillimi, shumë ma shumë ka pas të punsum deri në vitin 89 Drenas, se sa që ka sët. Kanë përfitu në për institucione publike, në për posta, në përkek, po aj numër është numëri familjarëve të pushtetarëve dhe ju shtresës tjetër që është leon tërsisht mazdore. Fatkeqësisht edhe në arsim të ki këtë gjendje. Ti nëse je i afërmi një pushtetori që kjo mu më ka brej, që duhet më boj farë barazije, ti e punsu në arsim. Dhe qoftë edhe që e ki vish një vjetë fakultet krym, po nëse ki edhe bachelor dhe master dhe nuk e ke gjetë një lidhje me depërtu, njëjtën e ki edhe mrana në Drenat, edhe në sistemin arsimor, edhe në sistemin shëndetësor. Kështu që nuk është ai numër i punësum sa duket në administratën publike në Drenas, jo sa thuhet, po shumë më i vogël. Drenori tha, herën e fundit kërështë e këtu që një asistent i ti, po thuj se është kërcnu edhe ka pas një sulm ndaj tij, një përgatitje të sulmit. A keni pas ju diçka ndaj ekipit tanë, nëse ndaj, a ka kërcnime? Unë personalisht, familja dhe rrethi i stofi im i ngushtë nuk e ka pas një tillën, nuk muj me thonë që ka pas përderisa nuk kam pas. Ndërsa prej ditës kur është hap fushata në Drenas, të gjithë ata që janë pa në kamera janë thirrë një nga një. Ju thirë të shpia, ju kanë shku të shpia. Njerës që në po në kamera të ju? Njerë që në po në kamera të fushata. Bile o interesant edhe like me bo mi abon dikush. Një mendim, ndryshe kanë me e thirë në telefon, pse për abon. Ndëgja, është fatkeqësi aty që një pjesë e njerëzve që kanë pozita shtetërore, e mu më vje keq për i tyne, disa edhe jak pas gjarë drejtër të shkollave, e luajnë rolin e komisarëve politik të këtë kohës Enver Hoxhës. Edhe ta kanë për obligim më njëherë me ja gjetë një tafërm ti ose me shku me komuniku direkt me ta edhe një farforme me bon një presion shumë të madh ndaj tij, pse nuk po vjen, pse nuk po voton,
edhe kjo për mua shumë e damshme, besa është edhe e dhemshme. Tani, ju e keni po që kohëve të fundit ne nuk po postojmë për tubime, sepse po na kërcënohen njerëz. Nuk ka një njeri që unë e kam po që në Partinë Demokratike ose në KR ose në një parti tjerë që e kam thirë, sepse unë e kam ditë që aje ka do menën, aje mundet me shku edhe veç me e po, të tëna partitë, se ka drejt, me shku me e po gjitha partitë, programet, me po liderin e vetë, me po kush po vëdheq, edhe pastaj me dhona drejta të shtunë në nërtështja që aje për dilën me vendosë vetë, po këtu nuk ndodhë kjo ndrenas prej partisë në pushtet, sepse kanë e shohin, i aqojnë njerëzit. Para me në edhe të mishë, që i kam mishë të mi, unë kam motrën të martullën në një fshat, unë shku i kanë thonë pse me votue, qysh me votue, nuk duhet edhe të familjarë tonë, bas lasë më të votu sirë. Ashtë bukur dukuri e keqe, besa ka njëherë edhe rrezikshme kur shkan, vetëm pse e ke pa, pse unë më dalë me Beratin fotografi edhe me jaqu Beratin, pse dole, pse shkove, qysh, nuk ban, edhe kësi heri. Ju a keni pasur oferte për tërheqje ose në i sen gjatë së i kohë? Unë personalisht jo, nuk kam pas. Çka po bën tash gjatë fushatës? Pra dje rifilloi fushata. Po. Apo a është e njëjta formë sikur herën e parë pranë për fshatra, a ka ndryshuar diçka si për menaxhen? Më shumë jem të e bënë në për fshatra për shkak se berat ky tubimet në për restorane, tubimet në për shkolla, tubimet po janë këgjatë kushtueshme. Shumë ma letë po është une me një ekip të emin për 4-5 vetëve me shku me makina me bisedu me ta, në 2-3 lagjit një fshati, pastaj në fshatin tjetër, në këtë formë jem të e bon fushatën, dhe ashtë të regu që ju e sukseshme aja kur del në kamerë, se pastaj si dolëm na për e shkojnë, ka 3-4 agent aty edhe marrin pyetje, ku ke, pse ke, qka thaje, qysh thaje, që si fasane, që që po du me i kursy paka shumë ata votos, ata Cëllë fshatrat befasun për mirë, këtë herë që se ke pritë? Këtë herë më ka befasu për të mirë, Korotica e për me dorën zemër, që nuk e kam pritë, për shkak se krejt kam qenë 2 herë e 3 ta, më ka befasu për mirë Korotica e për me, pastaj është edhe Fushtica, janë këtu dhe fshatra që më kanë befasu për mirë. Kjo fshatra që janë ofër goleshit këtej që pjesa? Kjo është këtu më njerë Korotica e për më është Komoranit për më shku? Këtu ka qenë një befasi, ka qenë më shumë se sa e preqme, po të tjera që në ka paka shumë aty të preqme. Herë në fundi kemi diskutu ju jeni për Obris. Për Obris janë edhe demakt, ata që kanë qenë. Sa me sa ishte përqindja votave në Obri? Ishte dikun 489, do më thonë të 500 që me 170, ishte për mua. Pra ti fitove 80% të votave? Po, parafërsisht nuk e din përqindje, po si numër i vjen që ashtu. A nuk u angazhun dhe makt mjaftueshëm për Lladerovcin, a mbështetja për ty ishte kështu e një mend? Berat e kam thënë dhe ma herë, që shtojnë plesh, unë ashtë e rashtë i kam lanë që aty. Kam punu pa pare, janë 9 vjetë, i kam mësu dhe ta, një pjesë e tyre tani janë bo studenta, janë bo inxinjer, edhe kanë marrë formë tjetër, e ka nisi obligim moral për me ndihmu, edhe dyta, Obria deshtom është pak një lokacion që të na thujnë, nuk e lekër kanë me në armë në e pleqnu, se ne kem pas gjema i Lobrin që ne ka pleqnu vetë aty, punët edhe na punë tonë e pleqnujnë vetë. Dhe mak një herë kanë qenë indiferent deri kove të fundit, po kove të fundit po e shë që janë të dalë bukur shumë në teren, edhe nështë është e pritshme sepse këto grupët që kanë funksionu djetë që nga pas lufta i kanë obligime dhe i kanë bërë njëni tjetër, kështu që unë nuk jau shëh për të madhe se një muj njëni të rejtë, sepse në periudat ma hershme ashtë hinë obligime njëni ndaj tjetër dhe tash se cilit ja lypë obligimin. Edhe kanë drejtë se për deri sa unë për jo kërkoj një obligim në shta moral, ishë në zonëzve të mi, ishë kolegëve të mi, ishë bashkëfshatarëve të mi, ishë luftetarëve, bashkëluftetarëve të mi, njerëzve që kanë punu me ta një obligim moral, edhe ta kanë blurim që këta nuk e kanë vetëm obligim moral, po kanë edhe obligime materiale, që i kanë fitu se cila unë ka dhe obligime që duhet mi ala dhe burë që një tjetër. Mirë po, që tojnë kepo me një anë, shkepo në anën tjetër, në Kishnarek, si u ndonë këta në fshatin e Azem Syles, a kanë marë? Në fshatin e Azem Syles, me përqindje ka qenë ikun 50-50, ka qenë i diferencë në shumë e ullët, nuk e di tash cili e më ka dorë e zamë. Mirë, ka qenë përpara kompletë PDK-s, apo? Ndërgjë, janë dy fshatra, Kishnareka dhe Obrinja që normal për dy nuk e ka prit këtë ndryshim. Mirë po, janë këto fshatra që i kanë lënë mas shumë të mrapa edhe i kanë injoru në formën më të keqe të mundshme. A në vërtet që ish kryetari ka qenë për Obrinje, po ata dhe sot vujnë për ujë. Ashtë e vërtet që kryetari ka qenë për Obrinje, po nuk janë shke pas 5 serra
mi u dhonë aty një njerëzë mundësi më morë me bujqësi. Nuk është bon asë një metër kanalizim në obrita e përme. Edhe normal qytetorit pret, po dikur edhe din me të godit në furmen, godit janë fjalla në godet me vot, nuk godet me tjetër. Edhe në Kizhare ka qenë paka shumë, ju ka shumë, po ka qenë e preqme kjo, po shkak se Azem Sylla tani është në Burg. Edhe ata që e kanë mojt, paka shumë votusin të ndorë, tash nuk po mujnë shumë me mojnë ndorë, për shkak se kanë ndryshu rrethonat. Nëse i krahasojmë para 4 viteve, kemi një ndryshim të rrethonave. A beson që e ka sabotu Dega PDK-s Ramez Llazërusi në rundin e parë flitet, kështu që ka pas një hezitim Degës që mos tjetë... Po, që nga fillimi ata kanë mos marrëveshje. Dega? Dega ka mos marrëveshje. Unë e kam thonë edhe një emision, sigurisht që o dosh me pas, nështë edhe ma heret, një lloj të tillë pesitjeve. Pse? Këtu nuk janë çmu vlerat edhe njerëzit që i kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht madh për Partinë Demokratike, po janë çmu njerëzit të cilët fillimisht e kanë interese. Dhe ata njerëz kanë marrë dhe kanë qyrë kush po hyp në pushtet dhe kush po bëhet më i fortë nivel qendror, edhe kanë kalkulu matematikën personale. Nëse hyp aleanca po bëna me aleancën. Aro aleanca, do me koalicionin Belidyky, po hyp PDK-ja edhe kjo tash ka kriju rryma dhe fryma të ndryshme. Është një frymë aty që ka punu dikun që 5-16 vjet vetëm për Partinë Demokratike dhe s'ta ka pyet kush kur, as ta pyet kush kur çka më bën, as ka më dhënë orientim, po janë këto grupe që në fundit janë edhe klone që kanë bizneset përbashkëta, që një lloj familje gati që në fund është nështë edhe me quajt një familje mafioze që kanë ndërtimin, ekonominë, shumë gjona i kanë dorë dhe nuk guxojnë me lënë një person tjetër me orë dhe me udhëheq aty se Partia Demokratike ka kuodra, nuk është bashkë pa kuodra, ka kuodra të mira edhe ndej, po kuodrat që i ka pas. Që thojnë të na, fisipilila për izat zotit, me punu për popull edhe për atë veni kanë largu, edhe shtyllat kryesore që kanë bon Partinë Demokratike në Drenas, nuk i ki mon në Partinë Demokratike. A ka një çështje prap, me Drenurin bisedum, po edhe me njerëz tjerë për përfshirjen e presidentit Kosovës në fushat. Apo herën e parë ka qenë me rast, ka qenë një tubim me disa mësues. Tash ka në indikacion? Po, është me njerë par dje, po i bjen nga farë punë, që ka qenë edhe ka thirë disa veteran me dalë fotografi, bile merë gjuna, për aty një që dalë fotografi goditën kështu, i ka marrë dhe i ka thirë. Është bon një punë jashtëzakonisht e keqe deklarimi i organizatës veteranëve Dega Ndërnas që e përkra një parti, atëherë në tjetë që ka im, veteranë sot kinë gjitha partit, shqyqyrëzët që janë dalë në gjitha partit, e ka thirë presidenti, i ka thirë në president veteranët me orë dhe me u taku. Dhe si kur mës me mjaftu kjo, më njëherë të nesërme në shtarë, edhe është hynë në Komaran, në Sharë, edhe ka thirë prap një familje biznesit nga veteran, nga tjerë dhe i ka taku. Mu ka i herë thojnë rasi, po qysh i qilej rasi një dit para hapjes së fushatët presidenti me orë në Komaran, pastaj kanë shku edhe në Peroda, po që nuk i kanë lënë me incizu edhe me fotografu. Jo është përzirje, po kanë diku jashtë zakonisht shumë në procesin e zgjedhjeve lokale. Unë do të kisha kuptu edhe presidentin edhe qeverin po të ishin zgjedhje të nivel qendror, po këto janë zgjedhje lokale që bohen mrena një komune, edhe kjo komune... Për PDK një jetike këtu, shumë e vogël. PDK-s mundet me marë pra Po humbja në dëgjot tash jetike jenë për se cilin, nëse mirët në këtë hap jetike jenë për se cilin. Jenë jetike për PDK-n, jenë jetike për nismen, jenë jetike për AQ-n, jenë jetike për AQ-n, se cili po donë me di. Këtu në që kanë taku presidentin, atë ka rame një, se presidenti ka drejt me taku qytetar, pra ka drejt mu taku, ka drejt mu nalë në restoran në gjithsesi. Po a ka indikacionet që ka full për me votu, pra a besani që... Po ju e dini atë farë shprej, ju e dini kanë, apo ju e dini kanë, nuk e ka thonë direkt. Kanë, po ju e dini, edhe berat nëse ti më thirë, qitu paka shumë, si të thamë qyre, unë jam kandidat, ti e di kanë, ti duhet me di qaq punë që jam të thonë për veti. Dini kanë, do me thonë, e ka dhonë simbolikin, e ka dhonë shenë, që ata, edhe aja për para që ka qenë me arsimtorja, kanë fakturu, kuvendit komunal, gjithësi drejtorisë të arsimit me pagu, aja ka qenë ashtirë si nën patronatin e presidentit dhe ja fakturan kuvendit komunal gjithësi drejtorisë të arsimit. Gjithësësi që është ndikim
Gjithsesi, nështë ta janë shty në fund kush pi pagune, ka fitu Drenasi, ka thonë Lemanini. Po, nuk e di që është shkuat. Rundi dytë, a ka mobilizim më të madh? Ato që e pash për FDK-s, pra e njëjta strukturë, është ministrat, kryetari, a ka intensitet më të madh apo është njëjtë? Kretë që kanë bu, mësoj poshën e do që punojnë që tha janë të punësu, kanë marë pushim duket me pagesë edhe me meditje, edhe e kanë shu ka pak punën në për institucione, kanë me orë. A kanë marë pushim pa pagesë në institucion? Jo, kanë marë pushim e qysh nuk e di kanë marë pushim, pra janë pushim. Kanë marë pushim edhe më përshën në për Drenat, se Drenat i vogël edhe na njihëm se cilin me se cilin, bile do kolegu i thashot djema një të shku në punë, tha ja dhe ja javë, tha, se kanë edhe javë, përveç tyne, tash janë tonë, janë të mobilizu, unë është një mobilizim që është bon shumë maj madhë prapë prej për dy këtë se kanë marë antarë, normal e kanë bon një analizë që shërë deri këtu, pse erdhë, edhe kanë fillu me mobilizu, po nuk e di ma dhe qka kanë me bon. E kanë dispozicion komplet qeverin, i kanë krejt parët, e kanë krejt noftin, i kanë krejt, nuk e di ma shumë s'kanë që me bon, përveç me dole me njëri zhag në për, nuk kanë që ka bojnë ma. Me kanë ki bo partneriteti në Drenas? Po, fillimisht bera dhije që me kandidatimin tem, Alianca për Armërinë e Kosovës dega në Drenas, e ka afru më mbështetjen për mua si kandidat. Pas balotazhit, na kemi bon, kemi hi në një koalicion me Aliancën për Armërinë e Kosovës, më falë me AKR, gjithësisht me kryetarin e degës, zoti Elmi Thaçi. Me një herë kemi bon edhe një marrëveshje që ka deklaru publikisht zoti Drenuri, që është për krah Isa Gjemojt, gjithësisht e mbështet Isa Gjemojtin dhe njëta marrëveshje për mbështetje, ashtu ka ardhur nga partia Fjala, gjithësisht nga Vebi Berisha dhe një dakordim edhe me Bedriun për me mbështet. Unë jam shumë i lumtur që këta nuk kanë lëviz nga qëndrimi i tyre për ndryshim, se që në fillim kanë hyrë ngarë që këtë lloj qeverisje mos me lënë me vazhdu, mos e po bëhet dam Drenat. Edhe këta më je mirë që e kanë bërë qëndrimin e tyre dhe me që unë kam me ngarë më kanë përkrah. Besa edhe gjatë intervistave kur kemi qinë, edhe gjatë debateve me ta ju kam thonë, kushdo që del prej ty në ju që ka jeni për ndryshim, keni me pas mbështetjen tame edhe të antarësisë edhe pjesës qytetarëve që mu më dëgjojnë. Unë i falenderoj ata që vërtet e kanë bojt atë farë qëndrimi për me mbështet mu për me vazhdu gare. Qysh për të mbështesin? Pra tash jënë arrit marrëveshje, dalin ata në teren me ty, a i thirrë në herë në... Alianca ka qenë non-stop në teren me mu. Tani mbas 4 dhjetorit janë në teren me mu. Tani në shtab janë edhe njerëz e tyne që po e bojnë ato vizitat. Elmi Thaçi është non-stop me mu në për takimet e përbashkëta. A beson që votat e tyre do të bartën kënej? Gjithsesi do të bëhen, ju të gjitha ndoshta, ju të gjitha, po më të them me përqindje që 90% tyre kanë me u bajtë. Po edhe nëse nuk bëhen ka më na indiferencë, se me pas dash me votu më herët pjesën tjetër që nuk ka për ndryshim, a kishin votu. Po ata tani janë pozicionu për me bën ndryshimin në Drenas. Cilat janë problemet kryesore të Drenasit, zoti Gjemojli? Pra 3-4 problemet esenciale që ti si kryetar i kishe pas më marrë. Por problemi kryesor berat që është kriju një pabarazi. Pabarazi ekonomike. Pabarazi ekonomike, pabarazi politike, pabarazi në konkurset e punësimit, pabarazi në shtrumje në rrugëve, pabarazi për prioritetet për ujësjellës, dhe më thonë nuk ka vepru, puna e parë do tjetë barazi për gjithë qytetarët dhe do të vepran ligji, rregulli dhe ligji për të gjithë. Pavarësisht a është i afërt me pushtetin apo nuk është i larg. Puna e dytë është ofrimi i kushteve për investime, sepse numri më i madh i papunësuesve nga komunat e Kosovës është Drenasi. Ka një kompani edhe ka një aty investitor që nuk i kanë pritur bashkë kur qysh, nashta për me thonë, i kanë pritur edhe keq. Punë kryesore jamja do të jetë bile tash jam në bisedime, më kanë thirrë dhe prej Danimarkë një kompani që ka qenë 2 herë, edhe është largu një investitor. Është një investitor tjetër për agrobiznes që ka vetëm lidhje punësim direkt i ka 1500 dhe 1500 punësime indirekte që kanë me pas firma, kanë me pas lëp, kanë me pas po e zom edhe këto bim forragjerë tjera që ka me shtin. Edhe ai ka qenë një herë në Drenas, edhe nuk e kanë prit kurqysh edhe ka tërheq. Tani mu ka thirrë, dje kam bisedu me to. Puna e dytë do të jetë thithja. Pra para është barazia. Barazia.
E dyta është, po e dyta investimet e jashtme. Investimet e jashtme në drenat. Po. Kështu janë punë kryesore që po pastaj ke punë sa të dush në arsim, në shëndetësi, ke punë sa të dush në infrastrukturë, uzurpimet pronave dhe ka shumë, nuk ka pak, ka përmi 60 prona janë të uzurpim pronave, rregullimi i lumeve. Janë to tani punë që vinë, rënë, po këtu fokus kryesor, qendër kryesore kanë me konë qitu. Sa bugjeti drenasit? Bugjeti drenasit me gjitha linjat bugjetore përfshin 14 milion. 14 milion? Po. Po këtu vinë edhe pagat e ato tjera. Të dikon 3 milion e 800.000 janë, ofër 4 milion janë për investime kapitale. Vetëm nga komuna që duhet me u bon. Një problem tjetër në Drenas, që e kemi diskutuar në këtë studio ma heret, jo me juve, janë gurthysit. Qa puna gurthysve? Po puna gurthysve, ka njëherë është edhe feroniklit, se ka njëherë do qenë është këqyrin për një kanë vështrimi. Gjithsesi që nuk mund është ti me zhvillu një punë, pa e pas një kompani ose një fabrikë. Gjdo punë që kryet i ka përparësit dhe normal i ka dobësit e vetëm. Po e zonë të feroniklin do të ambientin, po në do të ambientin, po i ka vetëm komunët Drenosit janë 500 punëtore që janë 1900 krejt. Që punojnë atë? E po tash, nuk ja vlen na me thonë, hajde se për mshelun feroniklin se për në do të ambientin, ose nuk mune na me mbyll kekun tash se për në do të ambientin, ka për partinë dhe pëtësin. Ate gurthysja është vishnin, do të me shku, me kjyrë, ashtu i përmbush standartet. A ka lejen për me punu. Në qëfar konditar dhe në qëfar rëthonash ashtë morraj. Qëfar kontratat është? Leja që u ka lëshu për ministrisë këtu, a është valide, asë është valide, për cilën loj parcel bëhat fjallë, për qëfar loj guri. Këtu, ato normal që duhet me punu, po duhet me qenë të aj pagun të atime, se këtu dje që këtu gurthys që për i kanë do bosa, që ata barës gudzo kërkush me shkuas me lyp të atem, aja jep, sa dënë, nuk u dënë kushtimesh, po shlirë nuk mujnë me shku. A i njëha të bosa? Po qyshja? Kush janë? Po këtu janë, ky Berisha është një, që është drejtar aty në urbanizëm, një djoli ti. Në Drenas është e? Në Drenas është drejtar, është djoli Milen Berishës, që për në ryshe i bjen miku i Ferhat Shaulës. Janë edhe do tjerë, po sigurisht do të me hot tafër me pushtetin ata tjerë, se për ndryshe nuk i kanë thonë leje barë gjithkuj me qelë kompani aty. Ramizit, cilat janë pikat e dobta të Ramizit? Pra tash ti si, nëse do ta kishë kritiku, pra nëse do të ishe ti qytetari, sipas te janë pikat më të dobta të Ramizit? Pse s'bën Ramizit për kryetar të Drenasit? Me bojnë aty kush dë, se u kriju i farë, u kriju i farani aty që i kryetar mund është me bo kush dë quftë. Po, mas dëp të Ramizi e ko që a shkput nga jeta reale që është zhvillu në Drenas. Edhe nuk e një e Drenasin fshat për fshat, po e zonë që unë e kam përparësi që një fshat për fshat, lagj për lagj. Nuk e di shumë nevoje tek që tash ka hynë rrjedhë, se njëri ka qenë jashtë, ka qenë na otë prej qeverisës lokale në Drenat, edhe prej gjerave që ka ndodhë ju të mira në Drenat. Edhe aja shtarë me atë mendimin që këtu është krejt në regull, vetëm ka me marë qitu edhe me vazhdu. Tash kur është tarë, e ka po që gjendja në Drenat nuk është. Anë zhvillim ekonomik, ashtë në arsim, ato. Edhe nuk i nje këto punë mirë, këtu janë dobësia e ti është që kjo se faktikisht nuk i nje realitetin në Drenat, qka është bon edhe qka duhet me u bon. Okej. Tash i kena do pyetje. Kena mu kyç me Facebook, shkojmë live edhe me Facebook, e kom zakonisht para si mi thirë mësafirit, i pës njerës ta keni pyetje mi po mësafirit, janë një 5-6 pyetje që të kanë drejtu. Njëna pyetjen është e Gazmend Morina Bene, i cili thot që cilat janë 3 gjërat kryesore që do t'i bëni, e cilat do të mund të kujtohen edhe pas përfundimit të mandatit. Pra, me çka kishte pas shef, mu mojt mend në Drenas kur ta krysh mandatin? Mu mojt mend në Drenas du me i hop 2 fabrikat mira që kanë me qenë të paktën për 20 vjetë edhe kanë me u punësu një 1500 vetë që kisha me u krenu sa herët të isha qoftë edhe 6 muaj me punu, kisha thonë që kjo fabrik edhe qëta punëtor që përshkojnë dhe përmojnë familjen e tyne me qëtë fabrik, do të kisha qenë njeri, do të kisha mojt men tonë jetën se kam rrinjë me i punësu njerëzit. Pro,
kjo është për përgjigje ndaj asaj, po du me e majtë men kur të kaloj. Po të se zakonisht e keni dhe përpara thëshin për ne funksionare ka bandrejt që rrugë, kena përmena si raste shpesh. Angel Zoga i thot pse do të me kriju një koalicion asgjë opozitor për të mposhtur një parti e cila sipas juve ka dështuar në atë pjesë që 16 vjet. A është kjo shenjë se nuk ka kapacitetet mjaftueshme për të mposhtur të vetëm PDK-n? Pra pse do të kaq shumë njerëz më bë për me shumë PDK-n? Nuk janë bon shumë njerë këtu, se këtu është marrë një farë që është bon kondër. Jo, tana që të parti që janë që aty janë drenosit. Tonë që ata janë shqiptarë, mi gjitha. Edhe le që janë shqiptarë, po janë djemë edhe shok të luftës edhe shok të pas luftës tonë neve që aty. Nuk jemi bo bashkë për me mposh kërkan, po jemi bo bashkë se që kja qeverisje, që ka vazhdu tonë e kem pas qatë menim, edhe one, edhe Elmia, edhe Zeqa, edhe Gjaviti, edhe Vehbiu, që nuk është të qeveris mirë. Nuk jem bo kundër një partije, po jem bo kundër qeverisis, e që na me kapacitetet tona keme e bo ndryshimin në rënas, e që qytetori me po atë ndryshim. Nuk jem kundër një partije, absolut jo. Drilon Milazimi thot, për çfarë ndryshimi e keni fjallën kër ditë saksisht që për 10 vite, pushtetin dhe politikin atë pjesë e kanë determinuar Fatmiri dhe Jakupi, duke qenë PDK. Po tash pëndrojnë senet, pëndrojnë mendimet, se dhe para si me orë në studio, kanë thonë gjithë e ka pos Hashimi. E po tash po e një që pas ka pos as Fatmiri dhe as Jakupi nuk kanë qenë kurën qeverisje komunale. Dhe kur nuk e kanë determinu. Ndoshi unë janë gjihi edhe krytori para prak, dije që ashtarë me zorë gati su kur që kjo qitash. Edhe e ka shu konkretisht Hashim Thoqi. A ka po mira, s'ka po mira, e din vetë se a e bëm vlerësime, nuk jam që vlerësaj. Këta nuk kanë pas ndikim në zhvillim të drenosit ose me determinu politika zhvillimore në drenas. Besa Rama thët, nëse bash kryetara ki më shku në pushime në Turqi si Ramizi, se dhe ti më ndaj ban pare edhe si kur gjithë pushtetar tjerë i drejtorës Turqisë. Falenderoj Besën dhe pëse s'pedi ku shansht, e falenderoj. E kam friends Facebook. Shumë mirë. Ndëgja, në Turqi kam qenë që e kam pas qashtu një rast së rronë edhe ordash me shku në Stamall 4-5 herë. Jo, kjo thot në pushime verore. Po të kuptoj, po me pas dash me shku në pushime në Stamall, që shku në Shkudër shok të mi, edhe unë kam qenë një komandant lufte, edhe kam mujt me shku jenë Turqi për në Dubai. Një tem nuk e di që shështë me kalu pushimet jashtë Shqipërisë, bilo interesant, që edhe sot më vje keq, pëse kur në Saron nuk jam kon. Në Vlorë s'kam mujt. Kam shku gjitha herë në Durrës për shkak që është kon çmimi më i lirë. Do të vazhdoj të shkoj në Bregdetin shqiptar, se jam kohë gjashom edhe i farë nacionalisti, ku dolin pare t'ja shqiptarisë nuk i qaj. Unë muj me shku me pas në rastron për ju për pushime se e kem një Bregdet Shqipëri që në e kanë lakmi krejt Evropa. Alban Halile më ka pyte Isa Gjemojlajn, a do t'i publikoni emrat e uzurpatorëve të pronës publike të komunës Drenasit, si dhe çfarë veprimi do të ndërmarrë për kthimin e stacionit trenit në shërbim të qytetarëve të Drenasit? Përshëndes Albanin, po, këtu për me zbarë dhe uzurpatorët, kjo është një punë ligjore që duhet me e bon, edhe mediat më ne bon. Mos të osë më na. Po deri tani ka qenë sistemi i mbyllur që nuk ka leju qasje në dokumenta zyrtare, fatkeqësisht. Për ata e tha rendi rregull dhe ligjion, për cili do qytetar ka me orë dhe ka me po uzurpator, gjithsesi se unë ka me bon këton përmes geodezisë dhe kadastrit. Për ndryshe kjo dash me ka punë që mundet me marrë edhe qytetari edhe gazetari edhe nuk duhet kjo listë me mojtë sekret. Okej, po aja ka mbet, paka shumë opinionin si po ka mbet se që ata që janë konë që aty që duhet me adhon lejen edhe me zbatu rendin edhe ligjin që me pas qasje në dokumente zyrtare ata nuk kanë leju se janë vetë që aty. E që kërkush nuk lejan, aty ka vetë edhe është uzurpator, edhe ka burrimir edhe uzurpator, kanë dartë me najtë viq burrimir në opinion e ka me t'ja koj dertin me morë thatë mësht komune. Dan Shoshi thot, dikush i thot laur, asaj ne i thojmë ramp e trenit. Pse s'ka thot, keni me nërejt që ato bile, se po vdesin gjinja dhe kur kalohet ajo pjesa kur kalon treni? Dy pyetje këtu Alban të njëjtin, se nuk i dhash Albanit përgjigje rreth stacionit trenit. Para një javë ke Kadri Veseli erdh me vaz. Na i thojnë vaz, bile thojnë pampori rezallat, dikush i thot tren. Edhe një pej tyne udhëtarëve të trenit i kishto ku doni me zbrit. Thanë drenas po, tha po ku. Thanë stacion, tha jo dhe stacioni është bon motel, tha ti mund është me dri pa stacion. Ashtë një qështje që vërtit, ashtë në prunë të trajnkusit, nuk është prunë e komunës. Une do të bëjnë sistem
maksimal që Trajnkosit ju bëjë zgjidhje qytetarëve të Drenosit. Aja jep, a i ba motele krejt rreth hekurudhe, a i ba krejt mu më vynë vishë një stacion kohëtar e Drenosit. Drenosit s'ka stacion. Jo, s'ka stacion, një presin dilë. Treni nallet e hoteli. Të hoteli? Po, hotel Drenas, aty edhe nallet e hoteli. A i ka qenë stacion, Trajnkosi ja ka dhënë dikujnë në shfrytëzim, komuna nuk e ka kompetencën, po, unë si kryetare kam kompetencën me i thonë. Nëse ti nuk ja mban stacionin, ti bën një stacion të nëse s'guxojmë ja marr, ose ke nënshkruar në far kontrate bivej për që shpëjthojnë këta me dikan. Edhe këta duhet me e bon, ka me detyru Trajnkosin ose me e bon stacionin ose mas me qarkullu fare në për Drenas. Okej. Po, vazhda. Ishte edhe... Të rompa, të... Ishte Laura, edhe këto, po kemi, e i vendusin, rrinë 5-6 muj Laurat, edhe shkojnë i thejnë ato farë Laurash, ka një herë me vedeshëm, ka herë pa vedeshëm. Pse ka pa disciplinum dreni cakt, pse që ju del pun me rompë? Nga nuk jem në matë pa disciplinum se këta tjerë, se edhe në vene tjera nuk ka Laura, edhe në vene tjera janë pa Laura. Po, në vene janë edhe të na kanë qenë, edhe kjo është në përgjithsi në Trajnkosit, po përgjithsi për humbjën e jetët njerë dhe merë edhe kryetari komunës, që nuk përjashtohet nga aja edhe Trajnkosi. Këtu ka qenë një farë stacioni ku ka najt një person për ngritjen edhe për e Laurave. I punësum një veç për qatë puna? Ka qenë një i punësum, po tash e kanë jek, dikun për bëhet për mi një vit që nuk ka hynë funksion ma ajo Laur, janë thy një herë dhe nuk i kanë riparu, besoj që është një punë që e regullohet shpejt. Edhe dy pyetje. Një, Sejdi Borovci thot, për sa kohë ke mbaru fakultetin edhe pse ke kryer privat fakultetin? Wow. E pora, ai nuk pas ka hulumtu shumë biografi, në të hulumtën se fakultetin e kam kryer para lufte. Okej. E dyta, për shkak se kam punu në trupat mbrojtësit Kosovët, edhe nuk ka pas në fakultet shtetëror menaxhim të emergjenca, ose na e dim që ty më kynë, na e kena thot populli që ushtri, po faktikisht ka qenë organizat për emergjenca. Edhe për mas me më thonë dikur që nuk i një uri për që tonë, e kam kry në emergjenca, ndërsa me qenë se punoj në Ministri të Fizikës, ka kam regjistru dhe kam kry masterin në shkencat sigurisë, që fatkeqësisht as këtu nuk ka të shtetit. Edhe kur se kam pas problem, se unë e kam kry fakultetin e ke kry para luftës? Ja kam kry para luftës. Çfarë fakulteti? E kam kry shkollën e lartë të kohë atëherë, pedagogji, histori, gjeografi. E falenderoj profesorin Muja, që është Ramadan Muja, ta kryetari komunës, po për me marrë një shtatëshet e Ramadan Muja, a dartë rrëvë 6 muaj historia popullit shqiptar Nishi, që i ka 500 faqe, dhe historia popullit shqiptar Dyshi, i ka 700 faqe, me i lexu 6 muaj ditë për një provim. Unë të kisha ditë, kisha najtë si këta që pe kryjnë mas lufte. Ramadani s'ka, konë Çaçri Gorazman për disiplinën e vetë në sekretar komunë, i cili... Po tani u lirun pak pejt, mas lufte u lirun pak pejt, edhe në fakultet, se unë i kam kryu edhe këtu në privat, edhe këto e kam kryu atëherë, kur ardash në vërtet, me nëzhe korriken tepri, me ja kushtu një provimi që shka qenë historia popullit shqiptar 6 muaj, edhe me nëzhe, me shku, me marrë një shtatëshe, edhe me uqyr krejt që filoni e kaloj me të parën edhe mur shtatëshe, a u kohëgja e arritur shkencore. Një pyetje që ma kanë bërë 2-3 veta, për motrën tonë, e cila është në PDK motra jote. Pse? Edhe më vjen fort mirë që anë PDK. Është e pa kuptim berat me promovu unë demokracinë, edhe me ja imponu motrës temë. E qartë. Këtë dyftyrsi unë me pas PDK-ja. Unë nuk e kam. Një punë që e proklamoj, nëse unë nuk e maj vetë, aja del për shtërsi e monfa. Kur një jetë nuk i kam thonë motrës hajde të unë, se po kam nevoj. Normal, na jem gara dhe kem nevoj për se cilin. Po, kur një jetë, atë nuk i kam motrës, atë do thot. Atë po shumë e modhe. Nështë ta ne ka burri kanë ma PDK. Po, jo, është e martune që 17 vjetë. Po, dhe po ata nështë... Ne dim që aloj jemi një familje patriarkale. Edhe për PDK-ën, vërtet është absurd qysh motra atje. Pse se, duke jetu në familjen patriarkale, që më shumë i takan shekullit kalum, sidomos motrave, as nuk ja u dhonë hisën kur, edhe ja u imponojnë që ka duhet me bo motra. Me vëtuja se jo milion vetë. Bo jo, se s'ka shumë ca e punë, më mbera. Unë e kam promovu demokracinë në Drenas, edhe jam fort i lumptur që e kam bo këto jo vetamon, janë edhe këta tjerë që i përmene. Për mu, është e pa kuptim me detyru. A besoni që mu e detyrej?
Mo boj poshtë, si kur këta, mo boj poshtë. Me qitë me fotografu votën. Jo, mo boj poshtë, tha motrës nga, nëse ti dënë, se këta jakshin, me pas motrës, me thonë i thamë nga motrë, ti që dënë, mo ka motrë e jamja, ose ki me dalë me mu, ose kur mës ma shkildire. Kjo në poshtërsia e nivellit që të regohet tek familjet patriarkale, që ende nuk kanë kalu fazën e shekullit 20, që ora ju ka met dikon 99-2000, dhe më thonë, alo, kanë sahatin 99-2000, që duhet me ja imponu dikuj në me orë. Nuk ka njeri, për aty në nga 6.000 votave që i kam thonë s'ki qare, ose që me ja bo pytje një shokët ose një shoqës, pse s'ma ke dhonë votën. O poshtërsi, bra, është idiotësi, është fyrje inteligencës. Pe kresh, unë e kam proklamu, që kam thonë, nuk ka më na edhe ata. Na jem tonë që aty jetojmë, jem vëllezër, jem shok shkolle, jem shok lufte, jem shok sporti, kem konceptet ndryshme, i mojmë ato, edhe unë jam fort mirë që motra e ka rrethin e vetë, e ka një shoqënit vetë, ka zhvillu karrierë me ata, edhe ai nuk ose kur ta tjerë pe aleancë e Europën për dy ky, nesër me fitu nisma tonë vinë të onë. Jo, unë e krenona me atë motër që e manë parimin edhe qëndrimin e vetë se e ka rrethin. Njëni për figura më të njohura Drenicës, Milaim Zej ka për përkrah juve, pra për dallim prej tjerëve, Milaimi o rështu ka ju. A jeni bashkëfshatar me Milaimin? Me Milaimin po... A i përndo këtë është me obrinë Skenderojt? Me obri të Skenderojt, a ne po normal... Cëla ma modë, cëla obri? Ajo a kja? Para fërsisht kjo kur i ka ndohë atëherë obrinë, se neve na kanë rejpë të na do, fatkeqësisht të këshyre edhe së dhe dojnë, e thujnë një lopi, një dugagjini, jaj, edhe këtu i bojnë ata njëzë primitiv, kur nuk di se, ndash Drenica, ndash lopi, ndash Rugov, krejt këtu, ndash Istog, ndash Rugov, krejt këtu, e ka një amen që i thujnë Kosovë. A njësh me Milaimin personalisht? Po njëhemi. Unë kam pas si nëzancë, kur kam qenë edhe si student, kam pas simpati jashtëzakonisht madhe për ta, edhe për veprimtarinë e tine, për qëndrimin e tina që e ka majti pa el kundër, pavarësisht që e ka vujt, edhe ka pagu bukur trajt, a në Kosovë gjithë ata që kanë kurriz, edhe kanë qëndrim i kanë. Në këto momente kam thirë Milaimi spjaçeli telefonin, vjen për garanto kam pyet për intervistën me ty, do të bisedoj mas intervistës. Edhe po, Milaimi ka dhënë 2-3 deklarata që unë e kam po në publik, janë deklarata publike që aje më kam shtetë mu, nuk më kam shtetë mu si jamen edhe mbi jamen as si partijit cehet, po e kam shtetë vizionin dhe konceptin tem personal për cilin unë e falenderoj që ka bon dhe po e ban këtë përkrojë. Zoti Gjemojle, falenderit shumë që kjenë komitet, të urim sukses dilën, ju dhe kundër kandidatit tanë. Falenderit shumë. Ishte kënaqësi, falenderit edhe për juve edhe për televizionin tuaj. Ndoshta do të shihemi edhe pas dilës në rrethana të reja. Gjithsesi ne do të shihemi pavarësisht rrethana dhe zhvillimeve, unë do të jem çdo herë në kontakt me shokë dhe me miq që i kam pasur edhe para zgjedhjeve edhe pas zgjedhjeve. Shikues nderuar, me ne ishte Isa Gjemojlaj, kandidati i nismës për Drenasin. Është hera e parë që Drenasi pas luftës shkon në ballotazh, pra herën e parë Isa Gjemojli përfaqëson një parti opozitare e cila do ta ketë kundërshtar Ramiz Ladrovcin nga PDK, më falni. Natën e mirë.